Numan ibn Mukeren el Muzeni. Imani, besimi, ka shtëpi, por edhe hipokrizia ka shtëpi. E shtëpia e Beni Mukerenit është njëra nga shtëpitë e besimit. Abdullah ibn Mesud. Shtëpitë e fisit Muzejne shtriheshin afër Jethribit në rrugën e gjatë në mes të Medinës dhe Mekës. I dërguari i Allahut kishte migruar në Medinë. Lajmet i vinin pa ndërprerë fisit Muzejne prej vizitorëve të hershëm dhe udhëtarëve. Për të dëgjoheshin vetëm fjalë të mira. Një mbrëmje kryepari i fisit, Numan ibn Mukarin el Muzeni, ul në logë me vëllezërit dhe pleqtë e fisit të tij dhe u tha: "O burra, për Allahun, ne nuk kemi dëgjuar për Muhammedin tjetër përveç fjalëve të mira. Thirrja e tij nuk është gjë tjetër përveç se thirrje e mëshirës, bamirësisë dhe drejtësisë. Vallë, çfarë bëjmë ne? Presim ende ndërsa njerëzit ngarendin tek ai i pareshtur." Pastaj vazhdoi dhe tha: "Unë për vete kam vendosur të shkoj herët tek ai në agim. Kur të zgjohem, kush do të më bashkohet, le të përgatitet." Fjalët e Numanit i prekën zemrat e fisit dhe sapo ja dha agu i mëngjesit, ai vuri re se 10 vëllezërit e tij dhe 400 kalorësit e fisit Muzejne ishin bërë gati që të shkojnë me të në Jethrib për të takuar pejgamberin e Allahut dhe për të pranuar fenë islame. Ndonë se atë vit kishte mbajtur moti thatë që nuk kishte lënë pikë qumshti as bim, pasoja këto që i ndjeu Muzejne, prapse prap Numani kishte vendosur që t'i prije atij grupi dhe të shkojë te pejgamberi i Allahut pa marrë me vete asgjë për të dhe muslimanët. Megjithatë, Numani bëri një qark rreth shtëpisë së vet dhe shtëpive të vëllezërve të vet dhe mblodhi ato që kishin mbetur nga plaçkat e luftës dhe shkoi me to te pejgamberi i Allahut. Ai dhe të gjithë të tjerët që ishin me të deklaruan para Muhamedit alayhis salam se pranojnë fenë islame. Banorët e Jethribit u gëzuan shumë për ardhjen e Numan ibn Mukarinit me shokët e tij. Kësaj nuk mbeti shtëpi arabe pa e pranuar fenë islame prej tij, nga 11 vëllezërit e lindur nga një baba dhe një nën. Së bashku me ta, fenë islame e pranuan dhe 400 kalorës. Pejgamberi fisnik u gëzua shumë që Numani pranoi fenë islame, por disa beduin besojnë në Allahun dhe botën tjetër dhe atë që e japin e konsiderojnë si veprim të devotshëm i cili i afron tek Allah dhe me këtë veprim janë të denjë të nderohen me bekimet e pejgamberit. Vërtet, ato veprime i afrojnë ata tek ai. Allahu së shpejti do t'i përfshijë në mëshirën e vet, se ai fal dhe është mëshirë plot. Numan ibn Mukarini ju bashkua radhëve në flamurin e pejgamberit të Allahut. Ai mori pjesë në të gjitha betejat e tij, në të cilat tregoi trimëri dhe vendosmëri të rrallë. Kur halifatin e mori Es-Sediku, Ebu Bekri, ai dhe fisi i tij, Beni Muzejne, qëndruan besnikërisht. Ata luajtën në rol vendimtar në shkatërimin e renegatëve dhe të tradhtarëve të fesë islame. Kur halifati kaloi në duart të El Farukut, Omerit, paqja Allahut qoftë mbi të, Numan ibn Mukarini kishte për ta kryer në kohën e tij një detyrë që historia e ende e përmend me fjalë miradije dhe mirënjohje. Pak para betejës së Kadisisë, Sad ibn Ebi Waqasi, komandanti i ushtrisë muslimane, dërgoi një delegacion te Kisra Yezdexhurdi në udhëheqjen e Numan ibn Mukarinit për ta ftuar atë popull në fenë islam. Kur arritën në kryeqytetin e Kisrës në Median, kërkuan leje të hyjnë dhe u lejuan të hyjnë. Pastaj ata ftuan përkthyesin dhe i thanë: "Pyeti çka i ka shtyrë që të vinë në shtëpitë tona dhe pse dëshirojnë të na luftojnë? Mbase ju na e keni lakmi dhe keni marrë guxim të na bëni sfidë për shkak se ne kemi larguar vëmendjen tonë nga ju e nuk dëshironim t'ju sulmojmë."
Numan ibn Mukarini ju kthye personit që e kishte pranë i tha: "Nëse dëshironi, po ju përgjigjem atyre në emrin tuaj. Nëse ndonjëri prej jush dëshiron të flasë, le të urdhëroj, ta dëgjoj." Ata i thanë: "Pra, fol ti." Pastaj u kthyen nga Kisraja mbreti dhe i thanë se ky njeri flet në gjuhën tonë, pra dëgjoje se ç'thot. Numani e falenderoi Allahun dhe e madhëroi atë. Ja bëri bekimet dhe përshëndetjet e Allahut të dërguarit të tij dhe tha: "Allahu pati mëshirë ndaj nesh. Ndaj na e dërgoi një të dërguar i cili na urdhëron për gjëra të mira dhe na urdhëron t'i bëjmë ato. Na njofton me gjërat e këqija dhe të dëmshme dhe na i ndalon ato. Ai na ka premtuar se nëse i përgjigjemi në të gjitha atë që ai na ka ftuar, Allahu do të na sjellë të mira në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Nuk kaloi shumë kohë dhe Allahu na ndihmoi t'i përballojmë vështirësitë dhe na solli begati. Na këndelli nga sjelljet e çoroditura dhe na përrudhi në sjellje me edukat. Shërnjosi armiqësitë tona e na solli mëshirë dhe kultivoi vëllazërimin. Ai na ka urdhëruar që t'i ftojmë njerëzit tek ajo që është për të mirën e tyre. Dhe këtë apel po e fillojmë me fqinjët tanë. Ne po ju ftojmë të pranoni fenë tonë. Ajo është fe që na udhëzon të bëjmë mirësinë tërësi dhe në të njeriu gjen kënaqësi dhe motivim për jetë. Ajo flet keq e më keq për gjërat e shëmtuara dhe na tërheq vërejtjen që të mos t'i punojmë. Ata që besojnë i nxjerr nga errësira e mosbesimit dhe dhuna e saj në dritën e besimit dhe në drejtësinë e tij. Nëse ju na përgjigjeni pozitivisht dhe pranoni Islamin, ne po ju lëmë librin e Allahut dhe po ju angazhojmë të gjykoni sipas dispozitave të tij. Ne po largohemi dhe po ju lëmë rehat me hallet tuaj. Nëse nuk pranoni fenë e Allahut, ne do të marrim nga ju tagrën, gjizjen dhe do t'ju mbrojmë. Nëse refuzoni gjizjen, do t'ju luftojmë. Ai u mrdhes nga zemërimi nga fjalët që dëgjoi dhe tha: "Unë nuk kam parë popull në rrozullin toksor që ka qenë më krenar se ju, me numër më të vogël, aq i përçarë dhe në gjendje aq të keqe. Ne ua kemi besuar çështjen tuaj prefektëve të rrethinës dhe ata do të merren vesh me ju." Pastaj ju ul pakës tensioni dhe shtoi: "Nëse është nevoja e ngutshme që ju ka shtyrë të vini këtu, po ju japim ushqim derisa t'ju vi bereqeti në shtëpitë tuaja. Do t'ju veshim juve dhe popullin tuaj. Kemi emëruar nga mesi ynë një prijës i cili do të sillet butë ndaj jush." Një antar i delegacionit reagoi në atë mënyrë saqë zemërimi i mbretit sërish përtheu dhe tha: "Po të vriteshin emisarët, edhe unë do t'ju vrisja. Qohuni prej këtu se nuk keni që të kërkoni tek unë dhe njoftojeni prisin tuaj se unë do të dërgoj Rustumin, komandantin e ushtrisë persiane, që t'ju luftoj gjersa ta varos atë dhe juve së bashku në hendekun e Kadisis." Pastaj urdhëroi që t'ja sjellin një grusht dhe, të cilin ja sollën. Ai u tha njerëzve të vet: "Dërgojeni te më i madhi i tyre, por para juve qojeni që të shohin njerëzit gjersa të dalin ata nga portat e kryeqytetit pushtetit tonë." Ata pyetën delegacionin: "Kush është më i respektuari prej jush?" Asim ibn Omer ju ofrua atyre dhe ju përgjigj: "Unë jam." Ata e ngarkuan me mall gjersa dolin nga qyteti. Pastaj ai ja ngarkoi atë deves për t'ia dërguar Sad ibn Ebi Waqasit dhe përgëzoi se Allahu do t'u hap muslimanëve portat e Persisë dhe do t'u bëjë të mundur t'i qeverisin ato troje. Më pas u zhvillua betejë e Kadisijës, hendeku i së cilës u mbulua me mira kufoma të njerëzve të vrarë nga ushtria muslimane, por nga ajo e Kisras. Persianët nuk ju nënshtruan pushtimit të Kadisijës. Ata bashkuan rradh të tyre dhe mobilizuan forcat e tyre derisa numri i tyre shkoi në 100.000 luftëtar. Kur El Faruku, Omer, paqja e Allahut qoftë mbi të,
mori lajmin për këtë mobilizim të madh, ai vendosi të shkojë vetë dhe t'i bëj ballë kësaj sfide të madhe. Por masa e muslimanëve e hodhi poshtë një vendim të tillë dhe i propozuan të dërgojë një komandant të besuar për të kryer këtë mision të rëndësishëm. Omeri tha: "Më tregoni ju njeriun që të angazhoj në atë front." Ata i thanë: "Ti më së miri e nje ushtrinë tënde o prijës i muslimanëve." Pastaj ai vazhdoi: "Për Allahun, unë do të angazhoj në krye të ushtrisë muslimanëve që kur takohen të dy palët luftuese do të jetë më i moshuari. E ai është Numan ibn Mukarin el Muzeni." Ata i thanë: "Ai është komandant i qelluar." Ai i shkroi Numanit dhe i tha: "Nga shërbëtori i Allahut, Omer ibn Hatabi drejtuar Numan ibn el Mukarinit. Pas përshëndetjes, më kanë arritur lajme se grupe të mëdha të persianëve janë të buar rreth jush në qytetin Nehavend. Kur të arri kjo letër e imja, nisu për atje me emrin e Allahut, me ndihmën e tij dhe me muslimanët që janë me ty. Ata mos i vënë pozitë vështirë në mënyrë që të mos pësojnë se një musliman është më i dashur për mua se 100.000 dinar." Numani u përgatit me ushtrinë e tij për t'u ballafaquar me armikun. Ai dërgoi përpara një pararoj kalorësish për të vëzhguar rrugën. Kur kalorësit ju afruan në Havendit, huajt e tyre u ndalën. I shtyn ata, por nuk u nisën. Kalorësit zbritën për të mësuar se çfarë ndodhi me huajt e tyre. Në shputat e këmbëve të tyre gjetën thela hekuri, të cilat u ngjanin majave të gozhdave. Ata shikuan terrenin, me që rast panë se si persianët kishin shpërndar gjemba në përshtigje që të shpinin në Havend, për të penguar kalorësit dhe këmbësërinë që të mos hyjnë në qytet. Kalorësit vëzhgues e njoftuan Numanin se ç'kishin parë dhe kërkuan nga ai që të jap mendimin e vet për atë çështje. Ai urdhëroi që të qëndrojnë në vendet e tyre dhe të ndezin zjarr natën me qëllim që armiku t'i shohë ata. Me atë rast, ata simuluan se po friksohen dhe se gjoja janë para një disfate, ndaj shprehen dëshirë për t'u bashkuar atyre dhe t'i kërkojnë që t'u heqin gjembat e hekurit që i kishin vendosur. Kjo dredhije e kalorësve musliman ndaj persianëve u shkoi përdore dhe shpejt pan pararojën e ushtrisë muslimane duke ecur para tyre të mposhtur gjersa dërguan punëtorët e tyre, të cilët pastruan rrugët nga gjembat. Muslimanët ju vërsulën atyre, i sulmuan dhe i pushtuan ato shtigje. Numan ibn Mukarin u stacionua me ushtrinë e vet në lartësitë e Nehavendit dhe vendosi ta befasonte me sulm armikun e tij. Ai u tha ushtrisë vet: "Unë do të rras me zë të lartë 3 herë. Kur ta madhëroj Zotin për herë të parë, le të vihet në gjendje gatishmërie ai që nuk ka qenë i përgatitur. Kur ta madhëroj atë për herë të dytë, le ta ngjesh secili prej jush armën në trup. E kur ta madhëroj atë për herë të tretë, unë do t'u vërsulem armiqve të Allahut, pra vërsuluni edhe ju me mua." Numan ibn Mukarin mori 3 tekbiret e tij dhe ju vërsula radhave të armikut Porsiluan. Pasti vërshoi sa kaq ushtria muslimane mos i lumi. Në mes palëve ndërluftuese u zhvillua një betejë e ashpër, për çka historia ka dëshmuar rrallë. Ushtria persiane u shpartallua si mkeq. Fushat dhe brigjet u mbushën me të vdekur, e gjaku i tyre vërshonte në përshtigje dhe rrugica. Kali i Numanit u vra, por edhe Numani u qellua me një të ranë vdekje prurse. Vllai i tij ja mori flamurin nga dora dhe e mbuloi me një xhelabi të gjatë që e kishte me vete. Ai nuk u tregoi muslimanëve se kishte vdekur Numani. Kur u arrit kjo fitore e madhe të cilën muslimanët e quajtën triumf i triumfeve, ushtarët nga njëmtar pyetën për prisin e tyre të patrembur Numan ibn Mukarinin. Vllai i tij e ngriti xhelabin nga ai dhe tha: "Ky është prisi juaj. Allahu ja plotësoi dëshirën me këtë fitore." Dhe ai ja përfundoi jetën si dëshmor.